Punimet për ndërtimin e rrjetit të ri të ujësjellësit të Shkodrës po shkojnë drejt fundit. Është një investim shumë i rëndësishëm me ujësjellës kanalizime Shkodër, i cili përmirëson ndjeshëm furnizimin me ujë të pijshëm për banorët, në cilësi por edhe në sasi. Objektivi kryesor i këtij projektit është përmirësimi i furnizimit me ujë të gjithë qytetit, duke zëvendësuar linjat e vjetra që dalin nga stacioni i pompave, me linjë të transmetimit me kapacitet 2 herë më të madh, që do ketë efektin e vet do njihet për gjithë qytetarët. Ndërsa projekti po ecën drejt përfundimit, konstatohet një interes i lartë i qytetarëve pranë ujësjellës kanalizime Shkodër për lidhjen e kontratave të reja për shërbimet e ofruara nga kjo shoqëri. Ka filluar faza e interesimit për pikat e lidhjes, hapjen e kontratave, shtimin e numrit kontratave apo zhvendosjen e kontratave ekzistuese. Lajmëroj të gjithë që të interesohen te pikat përkatëse të ujësjellësit dhe sistemi i ri shpërndarjes të vënë në funksion sa më shpejt. Ndërkohë, pas realizimit të infrastrukturës tentoksore për shtrimin e linjave të reja të ujësjellësit, po punohet edhe për kthimin në gjendjen e mëparshme të rrugëve, siç është rasti i rrugës nacionale Shkodër-Hanihotit. Pas gjitha procedurave të kryera, qoftë me testet e presionit për tubat përkas të shtrirë, qoftë edhe me testet e ngjeshjes të shtresave rrugore, sot po fillojmë me fazën e parë të aplikimit të shtresës asfaltike. Aplikimi i shtresës asfaltike e ka marrë rrugën e vet. Brenda një kohë shumë të shkurtër do përfundohet e gjitha shtresa asfaltike e rrugës nacionale. Kërkojmë edhe mirëkuptimin e njerëzve që qarkullojnë me makina për një kohë shumë të shkurtër. Rruga do rikthehet në gjendjen e mëparshme me standardet e kërkuara dhe me specifikimet përkatëse. Teksa projekti përmirëson furnizimin me ujë në qytet, por dhe në disa zona të tjera të bashkisë Shkodër, asfaltimi i akseve rrugore, rikthen në normalitet edhe qarkullimin e mjeteve motorike.